Jashtë parlamentit, tani në raporton kolegja pra të se çfarë ka ndodhur Fiorella Beleshi. Fiorella, të përshëndes. Asnjë surprizë nga socialistët, ishte e pritshme që të votonin kundër kërkesës së SPAK për dhënien e autorizimit për ndryshimin e masës së sigurisë për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balloku. Por ndërkaq si ka qenë atmosfera jashtë? Duhet themi që socialistët janë futur në orë të para të mëngjesit të ditës së sotme brenda në seancë plenare dhe në fund vetëm kur janë larguar disa edhe nga dalja tjetër e parlamentit nga ana e Akademisë së Shkencave, duke mos treguar përse përket atmosferës se si ata ndihen pas vendimit që morën, pavarësisht se ishte një vendim i pritshëm, madje në oborrin e parlamentit nuk preferoi të mbante një fjalim as zoti Berisha apo deputetë të tjerë të Partisë Demokratike, duke u zhvendosur direkt në protestën organizuar përpara godinës së parlamentit. Tashmë socialistët do të kenë një dilemë tjetër ndoshta pas këtij vendimi, çfarë do të bëjnë me deputetët që munguan, mungesat pa arsye. Pasi ky ka qenë urdhri i cilin kishin dhënë përpara seancës plenare që kush do të mungoj në këtë seancë do vendoset apo do shikohet si shkelje vendimit të grupit. Tashmë mbetet për të parë përse përket pikërisht kësaj çështje dhe kësaj pike. Zonja Spiropali ndoshta është më ajo çështje që mbetet ende në pikpyetje, pavarësisht se ne kemi tentuar të komunikojmë me të, por nuk ka patur një përgjigje nga ana e saj se pse ka munguar ditën e sotme në seancë, kur dhe në mbledhjen e grupit, në momentin që është votuar vendimi apo raporti dhe vendimi i grupit, zonja Spiropali nuk ka ngritur dorën, edhe mungohet në seancën e sotme. Nuk është as në ndonjë delegacion përse përket delegacionit parlamentare, pasi tashmë zonja Spiropali është vetëm deputete e Partisë Socialiste dhe nuk ka ende një përgjigje. Këto do ta marrë vendim zoti Rama së bashku me grupin parlamentar, nëse do të ketë një masë dëshkimore ndaj saj apo jo, pasi tre të tjerët, zonja Balloku e cila ka preferuar që mos vitet në sotme, zoti Gjafaj dhe zoti Goni, duke sigur janë të arsyetuar mungesat e tyre, e vetmja është që mbetet në pikpyetje dhe në dilemë se pse ka munguar është zonja Spiropali. Ndërkohë përsa përket punëve të tjera të socialistëve pas këtij vendimi, ato pritet që të kenë ndryshime të tjera, por javën e ardhshme në asamblen kur do të mbahet në 21 mars. E qartë. Mirë, Fiorella, për sa i përket situatës, mënyrën se si ka patur në nisje të kësaj proteste, kur edhe deputetët socialistë kanë hyrë në sallë, pra në sallën e parlamentit, ka patur tension nga ana e protestuesve? Protestuesit të jashtë kanë ndjekur të gjithë, duhet themi, të gjithë seancën plenare nëpërmjet një ledi të vendosur, nëpërmjet një ekrani të vendosur në protestë. Ka patur, duhet themi, reagime kur kanë dalë deputeti i Partisë Socialiste, kryetari i Komisionit të Ligjeve, kur ka lexuar raportin, por nga ana tjetër ka patur, duhet themi, një farë tensioni brenda në sallë, ashtu që raportoi dhe kolegu Ervin Koshi, ku zoti Balla pretendonte apo kishte burime përse përket edhe apo informacione që mund të goditeshe ndaj tij dhe ishte vendosur të mbrojë me një nga antarët e gardës, ndërkohë edhe pse ai nuk ishte në cep, por ishte në mes të rreshtit dhe ndërkohë që priste gjithë kohës mos kishte një reagim nga deputetët e Partisë Demokratike, por duhet të themi që protesta e demokratëve ditën e sotme ishte më simbolike se asnjëherë më parë, ku edhe në parlament përveç se pasi u votua bën një protestë simbolike me pankarta në foltoren e kuvendit dhe më pas u larguan duke e shpërndarë dhe protestuesit që ishin të mbledhur jashtë kuvendit. Duke që tensioni pak në zoti Rama gjatë gjithë qëndrimit të tij në seancë nuk ka komunikuar me ministrat e tij përveç se një moment që u largua së bashku me ministrin Ibrahimi në momentin që lexoi raporti i Partisë Demokratike, më pas është kthyer në sallë por pa komentuar me ndonjërin nga antarët e qeverisë së tij apo me antarët e tjerë të Partisë Socialiste, pavarësisht në momentin që zoti Rama ka qenë në sallën e seancave plenare përpara se të nisë parlamenti, ka qenë në një takim apo një bisedim me zotin Balla, me zotin Klosi dhe me zotin Peleshi, ka zhvilluar një bisedë përpara se të hynte në seancë plenare, por pa patur ndonjë zhvillim të rëndësishëm më pas për të futur në sallë dhe për të mbaruar, duhet themi, objektivin që kishin për të rrëzuar kërkesën e SPAK. Tani do presin socialistët dhe reagimet e ndërkombëtarëve, të cilët tashmë kanë nisur edhe duke ardhur. Duhet themi pas reagimit të parë që kishte ambasada britanike në mëngjesin e ditës së sotme, ku thashë që imuniteti parlamentar nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënie, ka patur një
një reagim tjetër më njëherë pas votimit nga ambasada gjermane, e cila e kërkon politikët shqiptare që të mos pengohet paktën apo hetimi ndaj zyrtarëve të lartë, duke u referuar hetim për korrupsion, ndjekje penale për korrupsion, dhe duke thënë që Shqipëria ka ende për të bërë në këtë proces, pavarësisht se Gjermania mbështet integrimin e Shqipërisë. E qartë, mirë Fiorella, faleminderit për gjitha detajet që na përcolle. Kalim tani me kolegun Anesti Baramema, i cili ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Anesti, të përshëndes. Deri një përmbledhjes bashku, si është zhvilluar protesta e demokratëve jashtë godinës së parlamentit? Ka qenë një protestë e qetë kjo e sotmja e demokratëve, ku nuk ka pasur incidente me policinë, ka qenë vetëm disa përplasje të vogla në fund të seancës plenare, ku disa qytetarë kanë hequr gardhin në rrethues, ishte si mas sigurie për kuvendit të sotme, por ka pas dhe nga ata protestues që kanë lyer me sprajt, mund themi, kanë spërkatur me sprajt disa prej punonësve të policisë, ka pasur dhe ndezje flakadanësh, por këto kanë qenë incidentet më gjatë kësaj proteste që zgjati rreth 2 orë. Më pas protestuesit kanë ndjekur të gjithë seancën plenare, ku kanë dëgjuar si një raportin e plot të Partisë Demokratike sepse pse duhet dhënë autorizimi i SPAK-ut për kufizimin e lirisë së Belinda Ballukut, ndërkohë kur ka folur Ulsi Manja, vetëm një pjesë e këtij raporti është dëgjuar nga demokratët dhe ka pasur thirrje ramaik në këtë protestë. Më pas kanë mbritur deputetët e Partisë Demokratike, ku ka mbajtur një fjalë zoti Berisha, ku ka pohuar se do të vjojnë protestat në ditën e vijim, dhe nga shkallët e listë së Partisë Demokratike, zoti Berisha ka njoftuar datën 22 mars si protestën e radhës së demokratëve. Po, Anesi, sikur se citove në fillim dhe ne e pam gjithë dinamikën e kësaj proteste, ka qenë e qetë nëse do ta krahasoni me protestat kombëtare të mbajtura para kryeministrisë. E tillë ishte edhe agjenda ose më saktë skenari i kësaj proteste? Kështu ishte programuar, ishte parashikuar që në nisje të saj? Po, ishte programuar një protestë e tillë që nuk do të kishte incidente, pasi donin që të gjithë vëmendja ta merrte ajo çfarë ndodhi në sallën e seancës plenare, ku të vendosi theksi tek votimi kundër socialistëve sa i takon kërkesës së SPAK-ut, dhe demokratët kanë vendosur që këtë protestë të mos kenë asnjë incident, që edhe me ndërkombëtare të mos pasqyrojnë pjesën jashtë të protestës, por atë çfarë ndodhi brenda sallës së seancës plenare. Kjo ka qenë strategjia e tyre, por do të shohim se çfarë strategjie do të kenë në datën 22 mars, ditën e diel, kur të jetë edhe protesta e radhës. Po, ndërkaq, Anesti, sot ndodhi ajo që ishte parashikuar, nuk ishte ndonjë surprizë se si të votonin socialistët. Kështu që a ka një ndryshim nga sot e tutje në strategjinë e demokratëve, në mënyrën se si ata do ta kryejnë, do ta zhvillojnë opozitën e tyre? Pritet në ditën e vijim të ketë mbledhje të forumit të Partisë Demokratike, nuk ka një vendim se çfarë do të ndodhë tashmë me strategjinë e demokratëve. Në ditën e vijim do të shohim mbledhjet e grupit parlamentar, por ndoshta edhe të forumeve të tjera, për të vendosur se çfarë marrëdhënie do të kenë me parlamentin dhe çfarë sjellje do të kenë në vijim në kuvend, ku ata shpeshherë demokratët e kanë quajtur si një parlament monis dhe një parlament që ka humbur funksionin e tij. Aktualisht zoti Berisha dhe funksionarët më të lartë Partisë Demokratike janë në seli, pritet ndonjë mbledhje apo janë larguar? Zoti Berisha është në zyrën e tij, ku ka takime të zakonshme që ai zhvillon gjatë ditës, ndërkohë deputetët e tjerë të Partisë Demokratike, një pjesë e madhe e tyre tashmë janë shpërndar, ku nuk ka një njoftim për mbledhje ditën e sotme. Mirë, Anesti, faleminderit për raportimin dhe detajet që na përcolle.